Ky është burgu jon. Të dashur shikues, ju përshëndes. Mirë se vini në finalen e Ligës së Kampionëve. Stadiumet e Ligës së Kampionëve, atmosfera është e jashtëzakonshme. Unë ndjej një emocion të veçantë kur e komentoj Edën Zhegrovën, që gati 3-4 vjet veç këtë kabinë kom ne të komentu. Fillimi të ndeshjes mundet me ndodh me goksu gjatë komentimit, ajo nuk bën me ndodh në asnjë moment. Kështu siç po më shihni, unë nuk jam në për ndeshje kur i komentoj, nganjëherë jam me kimon apo e heq krejt kur bëhet ndeshje. Temperaturat me kon -20 jashtë, këtu është 50 gradë. Shënjestër.net. Jena me njërin që zonin Janina po ftyrën s'ja shohëm. Kur janë nisë ndeshja Championsit, zoni ti komentimi ti e bën ndeshjen hala më interesant. Arlind, faleminderit që ke pranu. Faleminderit që keni ardhur. Ti je kon edhe në këtë kabinën këto që tash kena me po je kon edhe në stadiumet të mëdha Championsit. Cilla fushë është më e mirë për komentim? Kjo këtu, a atje, cili është emocioni më i ndryshëm? Emocione krejt ndryshe kur je në stadium, sidomos në stadiumet e Ligës së Kampionëve, atmosfera është e jashtëzakonshme. Por edhe komentimi në kabinë të jep emocion, sidomos kur është ndeshja me shikueshmëri të madhe dhe e rëndësishme. Qëto e pas ke dhe umën që bërtet kur t'jep në gol në i kosh, a? Ky është burgu jon. Që shu pequn ti? Sepse këto i kom kalu mbi 2000 ndeshje kom komentu nga kabina, dhe nëse llogarisim ka 90 minuta, del që gati 3-4 vjet veç këtë kabinë kom ne të komentu. Ndërsa një prej ndeshjeve që më shumë tim ka dhënë emocione kur e kam komentuar, ka qenë finalja e Ligës së Kampionëve mes Real Madridit dhe Liverpoolit në Paris, ku Reali fiton 1-0. Në kabinën e komentatorëve i kemi këto pajisje, do thotë është televizori që na vjen sinjali neve, nuk kemi diçka ekstra se shumë prej njerëzve mendojnë që në televizorin ku ne komentojmë na qesin emrat e lojtarëve për me diktu cili e ka topin, po qysh është në jën shpe, shohëm edhe na komentimi e ditë që duhet me thonë lafin e duhur në momentin e duhur. Nëse nuk je zoti me bo këta, nuk më nësh më marrë me këtë farë puni. A je që shu i qetë edhe në komentima që është që të thënë ajsen? Qka ki para vete zakonisht? Jo, do t'ja tregoj një video, sidomos kur jam në për stadiume, adrenalina është jashtëzakonisht e madhe. E paveçueshme me çfarë ka humbur Karri Madejemi. Edhe një 10-15 minuta para fillimit të ndeshjes mundohem më u qetësu pak sepse adrenalina vlen. Për një komentator është që halle, dertet, problemet e jetës kur futet në këtë kabinë do të milon jashtë. Të dashur shikues, ju përshëndes. Mirë se vini në finalen e Ligës së Kampionëve në Allianz Arena, që do të jetë arena e gladiatorëve, do të pres 2 prej skuadrave më të mira të Evropës. Arlind, sa shishe ujë i pin gjatë komentimit se ka gjani varzoni do të këtu, a? Patjetër. Unë 3-4 shishe për shembull më me i harxhu kur ndeshja është e zjarrt. Është shumë e rëndësishme për një komentator me pi ujë, edhe për shkak se thahet goja të komentu shumë edhe të komentu shpesh. Është edhe një farë teknike se si me përgatitë edhe zërin për me komentu. Se nëse han buk një orë apo gjysore para fillimit të ndeshjes, mundet me ndodh me goksu gjatë komentimit, ajo nuk bën me ndodh në asnjë moment. Kështu që unë ha buk 3 deri në 4 orë para fillimit të ndeshjes, sigurohem që nuk do të jemi i urritër sepse është një gjë shumë e rëndësishme, por edhe uji është shumë i rëndësishëm gjatë komentimit. Kështu që 1 litër e gjysmë ndodh me pi gjatë komentimit. Unë ndjej një emocion të veçantë kur e komentoj Edën Zhegrovën sepse e shoh që një lojtar që ka dalë nga Lloçi i Kosovës po të bën krenar dhe po mbrin majat e suksesit në arenën ndërkombëtare. Dhe unë e di se sa shumë ka hek ai dhe kur ishte nën gol Paris Saint-Germainit apo shpallën lojtarin ndeshjes kundër Realit Madridit, ajo më jep një emocion që nuk përshkruhet me fjalë. Një prej vështirësive më të mëdha për neve komentatorëve është që në këtë kabinë është pak ngushtë sepse ashtu është në krejt botën kabinat janë të tilla dhe bëhet shumë nxehtë. Edhe ndeshja bëhet nxehtë, kështu siç po më shihni, unë nuk jam në për ndeshje kur i komentoj, nganjëherë jam me kimon apo e heq krejt kur bëhet ndeshja. Temperaturat me kon -20 jashtë, këtu është 50 gradë. Unë mendoj që do të ketë gola nga të dyja palët. Jemi mësu me Interin që ka shënu shumë gola, por edhe ka pranu shumë gola. Njëjtë mendoj që do të jetë në finale. Për shkak të emocionit që më ka jap në gjysmëfinale kundër Barcelonës, Interi dhe tifozëria e saj, sepse shumë shpesh jam rënqeth, do të jem për Interin në finale. Meqense nuk do të jem në komentim, atë po ju tregoj preferencën time për finale. Shënjestër.net